Ishte sigurisht një shenjë bereqeti dhe dielli i sotëm është ndoshta konfirmimi që ky është investimi i dur për këtë zonë, apo edhe për gjithë vendin tonë. Nuk besoj që ka një lajm më të mirë muzikë për veshët e një ministri pune, sesa lajmi që 500 bashkëqytetar, 500 njerëz kësaj zone që ka probleme me papunësinë, 500 njerëz që jetojnë në fshat ku dhe vështirësitë janë më të mëdha, nga sot kanë një perspektivë të re, edhe kanë një vend pune. Sigurisht që ne besojmë tek shteti social, tek shteti që ofron ndihmë ekonomike kur njerëzit janë ditën e tyre të hallit dhe duan të kalojnë një fazë tranzicioni, por zgjidhja afatgjatë është kjo që po ndodh sot. Pasja një vendi pune ku dikush punon me dinjitet, paguhet me dinjitet edhe jeton me dinjitet. Ndaj dua që t'i them Bajramit dhe gjithë ekipit të Fondacionit Besa dhe të agrobiznesit Besa që ne jemi shumë krenar për gjithçka keni bërë dhe ju jemi shumë mirënjohës për këtë kontribut, sepse në fund fare besojmë që sektori privat është ai që gjeneron punësim. Gjithmonë do të shkojmë drejt një shteti që fillon dhe reduktohet, një administratë që reduktohet, më pak taksa për të paguar burokratët që punojnë në shtet dhe më shumë taksa ose më shumë subvencione për ata që krijojnë punët reale, që është se plota vitet dhe të futemi me reformën e re me sa më shumë vite që në thelb janë shumëzues për të shtuar sa më shumë pensioni bujqësor. Në shkollën tonë Golem, në shkollën Kavaj, në shkollat në Myzeqe, më vjen mirë që përkon edhe me deklarimet e tatim fitimit, pra 5% ekstra, do të vazhdoj të shtohet, por gjithashtu një fond i cili do të ketë parasysh. Sunny day like today, and what else? That's all. Një tokë e mirë dhe mbas një ditë shiu, një kohë me diell. Kjo është e gjithë. Mr. Speaker, Mr. Mehta, Minister of Agriculture, Mr. Panariti, Director of the Besa Foundation, Mr. Bayram, Deputy, dignitaries, ladies and gentlemen, old friends. Atëherë unë po I përmend nga një të gjithë të nderuarit që ambasadori përmendi dhe ju përshëndes dhe ju të gjithëve që merrni pjesë sot këtu në këtë ceremoni. In my country, we don't have all these good conditions. Maybe this is the reason that we arrived to a very high level of technology in the agricultural field. Në vendin tonë nuk ekzistojnë gjithë këto mundësi dhe gjithë këto të mira që keni juve në lidhje me klimën, gjeografinë, me tokën. Prandaj kjo është dhe arsyeja që ne kemi punuar fort dhe kemi zhvilluar në drejtime të tjera të teknologjisë. And I'm very happy that the Besa Foundation visited my country some days ago and has the intention to collaborate with the technology of my country in order to develop this Besa Foundation. Jam shumë I kënaqur dhe I lumtur që dëgjova që pjesëtarë të Fondacionit Besa kanë qenë në vendin tim për të parë dhe për të mësuar dhe për të kërkuar ndihmën tonë për të bashkëpunuar për këto zhvillime teknologjike. Veliaj, nderuar zoti Shalci, kryetari I Komisionit Veritar dhe producer në Parlament, nderuar deputet, nderuar zoti ambasador, nderuar zoti zëvendës ambasador, dashur pjesëmarrës, nderuar zoti Buço. Për mua është kënaqësi e veçantë të marr pjesë në një ceremoni të tillë. Aq më tepër vetëm 2 ditë pasi kuvendi miratoi dhe mbështeti plotësisht projekt buxhetin për vitin 2015, I cili avantazhon më shumë se çdo prioritet tjetër mbështetjen për bujqësinë, blegtorinë, peshkimin dhe agrodopunimin. Pra I paket e tërë në kushtet e kufizimeve që vinë përsa I takon investimeve për shkak të borxhit të jashtëzakonshëm të trashëguar, të deficitit të lartë të trashëguar dhe përpjekjeve të vendosura të qeverisë për t'i patur ato në kontroll, pra sektori më I avantazhuar është bujqësia. Unë nuk do të nguroja ta quaja vitin e ardhshëm vitin 2015 vitin e bujqësisë, vitin e blegtorisë, vitin e peshkimit. Në rast se nuk do të arrihet ai hop cilësor I pritshëm, absolutisht që ky do të ishte një dështim I papranueshëm.
pasi si asnjëherë tjetër janë krijuar kushtet për një shpërthim të bujqësisë shqiptare. Pas atij rrënimi tragjik prej gati 20 vitesh, që kulmoi me shkatrimin e gjithçkaje të ndërtuar për 40 vjet me munde sakrifica nga gjithë populli shqiptar, tani ka ardhur koha vërtet e një ripërtritje, por ripërtritje të shpejtë. Tani ka ardhur koha për të kthyer syt të gjithë nga bujqësia, nga blegtoria, nga peshkimi, sepse janë resurset e jashtëzakonshme për një rritje më të madhe ekonomike të vendit. Ndaj përshëndesim shumë këtë investim që nis sot. Një investim prej 15 milion euro që do të punësoj paktën 500 veta banorë të këtij komuniteti pundashës. Dëgjova me shumë mendje fjalën e ambasadorit të Izraelit dhe më kujtua ajo që po i thosha ai kolegu tim, Petrit Vasilit, një ditë që shkonim në Saran dhe kalonim tokave të Delvinës, tokat mrekullueshme, një pjesë e cilave ishin pambjella. Dhe po i thosha që këta të gjithë duhet t'i çojmë në Izrael. Të shikojnë se sa e vështirë është toka atje për të punuar, për të prodhuar, por se si ata i shërbejnë tokës dhe rezultatet që kanë. Për të kuptuar se çfarë pasurie ne kemi, të cilën nuk po e përdorim për të mirën e vendit tonë dhe të gjithë të qytetarëve tanë. Ndaj dhe ky bashkëpunim me Izraelin, me Hollandën, me vende që janë lidera përse takon teknologjisë në fushën e bujqësisë, është mjaft pozitiv, sepse tregon ambicet tona për të shfrytzuar traditën dhe përvojën, por njëkohësisht edhe për të arritur përmes teknologjive të reja të shumëfishojmë rezultatet, të eliminojmë rrisjet që i ka bujqësia, sepse gjithmonë është thënë që bujqësia është shtëpi pa çati, por bujqësia me sera është shtëpi me çati. Është prodhim i sigurt dhe jo një herë në vit, por disa herë në vit. Ndaj dhe mbështetja e investimit, sidomos pse takon ndërtimit të serave, është dhe duhet mbetet një prioritet jashtëzakonshëm, sepse në këtë mënyrë ne arrijmë në një kohë të shkurtër të plotësojmë atë kërkesë në rritje që nuk e plotësojmë dot për prodhimet shqiptare, për perimet dhe për frutat tona për momentin, por edhe për prodhime të tjera, të cilat po njihen dhe po kërkohen me forcë nga tregu ndërkombëtar. Le t'i japim mbështetjen më të plotë për bujqësinë, për blegtorinë, për peshkimin, sepse në këtë mënyrë kemi dhënë mbështetjen më të mençur për një rritje më të lartë ekonomike të vendit. Kemi dhënë mbështetjen më të mençur për punësimin dhe për mirëqenien e jo vetëm asaj pjese të popullsisë që jeton në zonat rurale dhe është e lidhur me bujqësinë, me blegtorinë apo me peshkimin, por kemi dhënë kontributin më të madh për të gjithë zhvillimin e vendit, për ekonominë tonë bashkëkombëtare. Është e patolerueshme që ne ende të kemi një bilanc mjaft negativ të import-eksportit në fushën e bujqësisë dhe të prodhimeve ushqimore. Ky është një bilanc që duhet përmbysur. Treguesit me kaq përqind dhe me aq përqind nuk shkojnë më. Në bujqësi duhet një revolucion i vërtet, duhet një përmbysje, duhet një shumëfishim i prodhimit, duhet një mbështetje e vendosur e gjithë strukturave të shtetit për ta shfrytzuar dhe këtë paketë fiskale plot avantazhe për bujqësinë, për blegtorinë dhe për peshkimin që ne sapo kemi miratuar në Paris. Kjo pastrimin e kanalit.
Ne mund ta pusim në krejt, pastaj në kohë,